Maratona e Blue Fest vijon në këtë natë në ndërimit të viteve me të tjerë sportistë, me të tjerë trajnerë, të cilët kanë dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm do të thosha për vitin 2025. Do të flasim për atë që kemi lënë pas, por edhe për objektivat e 2026. Unë kam kënaqësi që të kem në këto momente në studio. Jemi në datën 31 dhjetor me trajnerin e kickboxit, zotin Alban Alikaj. Mirëmbrëma Alban edhe gëzuar. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën, gëzuar juve, gëzuar gjithë shqiptarëve që ndodhen në festat. Jemi në natën e ndërimit të viteve, në këtë natë feste, të shkëputëm pak nga familje, megjithatë e rëndësishme është ajo që do të flasim për sportin. Për të kaluar në temë dhe për të pyetur me njëherë, si ishte 2025 për kickboxing? 2025 ka qenë një vit shumë i ngarkuar, madje kur do bëja bilancin kemi plot 13 aktivitete të organizuara, duke filluar nga muaji i shkurt me një kampionat shqiptar të organizuar Tirana Open në Tiranë, duke vijuar me Zvicrën, duke vijuar me një aktivitet tjetër në Greqi, Epirus Challenge, edhe kështu me radhë në Tiranë kemi patur disa aktivitete, në Zvicër përsëri muajit shtator tetor, në Shqipëri këtu që janë bërë disa aktivitete duke mos harruar të qershorit që kemi bërë këtu në Vlorë, ju ke qenë të pranishëm që keni parë aktivitetin organizuar. Dhe kemi përfunduar si çdo vit me Night of the Champion dhe me kampionatin shqiptar të kickboxit që organizuar në datën 13 dhjetor në Pallatin e Sportit Flamurtari. Padyshim që ti e mban mend, megjithatë unë do ta bëj si pyetje. Sa janë trofetë fituara në 2025? Janë të mjaftueshëm të them të drejtën dhe unë nuk i mbaj mend sepse kam harruar numrin për arsye sepse harrova këtu të përmendë dhe kampionatin botëror që u zhvillua në Gjermani datën 27 tetor deri në 1 nëntor, që ishte edhe një sukses i madh dhe 2 medalje shumë të rëndësishme. Mos harroj me Arbion Ayazi për 15-17 vjeçari që zuri mori medalje argjendi dhe Ilda Lelo gjithashtu për të rritur që zuri vendin e dytë kampionatin botëror, 2 suksese domethënë shumë të rëndësishme për aktivitetet tona gjatë gjithë vitit. Numri e titullit nuk na themi, do të thosha do të bëj një bilanc dhe do t'i them sa po të bëjmë emisionin e radhës. Sot pala kur ti je shef në studio padyshim. Cili ka qenë, nëse mund të themi, trofeu më i rëndësishëm në 2025? Në 2025 ka qenë 2 trofe të rëndësishëm. Këta domethënë në 2 kompeticione të ndryshme. Në Zvicër Edi Shea ka marrë titull, ka mbrojtur titullin 72.5 kg për titull kampion bote profesionist, edhe 2 medaljet e argjenda që morën botërorin e Gjermanisë, Ilda Lelo dhe Arbion Ayazi. Këto kanë qenë më të rëndësishme për mendimin tim, por nuk do të harruam dhe nuk do të lëmë basë të gjitha janë të rëndësishme, qoftë Kupa e Shqipërisë, qoftë kampionati shqiptar i kickboxit, të gjitha këto janë medalje për të gjitha ata sportistë që kanë marrë pjesë dhe kanë qenë aktiv gjatë gjithë vitit. Alban, ti e ke nisur vite më parë sportin e kickboxit, si vjet që sot lëm 2025-ën, sa vite bën që nise rrugtimin në Shqipëri? Jo ato çfarë ke bërë. Unë do të përmendja dhe ato, por në Shqipëri kemi që nga janari i vitit 2011 që është themeluar klubi Fight Club Vlora Flamurtari Kickbox, po mbushën gati 14 vite, domethënë nga themelimi i klubit dhe vazhdimësia e sportit të kickboxit në qytetin e Vlorës. Me sa sportistë ka nisur dhe sa kemi sot? Për fatin e keq vitet e para, ashtu si çdo sport, domethënë ka qenë shumë të vështira, por duke parë këmbguljen, duke parë punë e mirë, punë transparente, sportistat që kanë filluar avash janë ngritur në nivel jo vetëm kombëtar, por edhe të ndërkombëtar. Sot kemi arritur, domethënë që kemi një numër, do të thoja, të kënaqshëm, domethënë për pjesëmarrjen e sportistëve amator dhe të gjithë atyre që janë pjesë e klubit Fight Club Vlora Flamurtari Kickbox, që janë të aktivizuar çdo ditë në stërvitjen në klubin tonë. Dua një, sepse këtë pyetje do ja bëj të gjithë, normalisht edhe ty nuk do të mungoj, momenti më pikant ose më i bukur i 2025-s. Momenti i bukur i 2025-s ka qenë Night of the Champion që është organizuar në Pallatin e Sportit Flamurtari, ka patur vështirësitë e saj, ka patur të mirat dhe të bukurat e saj, kemi patur
10 ndeshje të organizuara profesioniste. Falë punës bërë nga gjithë stafi, ka qenë një mbrëmje shumë e bukur, me ndeshje shumë të forta, me ndeshje shumë të mira. Për herë të parë do të thoja kemi patur pjesëmarrje të shumë shteteve, nga Rumania, nga Algjeria, nga Filipinet, po ishte një Filipines që mori pjesë. Kështu të gjithë Kosova, Shqipëria kuptohet, Greqia, gjithë këta që kanë qenë që kanë marrur pjesë. Për fatin e mirë shkoi çdo gjë mirë, ajo që unë mendoj gjithmonë është që nuk patëm lëndime dhe çdo gjë përfundoi me sukses. Kjo është më e rëndësishme për mendimin tim. Elban, sa e duan ose sa kanë gjallë interesin sportit kickboxit? Të flasim edhe për vitin që po lëm pas tek të rinjt, fëmijët e vegjël për të bërë pjesë e këtij sporti. Ai është një sport i vështirë, duket në pamjen e parë një sport i rëndë, burror, po aty ka vajza dhe djem. Është ajo që diskutonim më parë, ai krahasimi që bëm, domethënë 2011 kur filluam edhe sot, nuk është fare sport i rëndë, është sport që u rekomandohet të gjithë, domethënë në klubin tonë kemi nga mosha 5 vjeçare deri moshë madhore, edhe janë pjesë e klubit jo vetëm fëmijë, jo vetëm akoma më të rritur, por dhe kemi akoma krijuar edhe grupin e vajzave, domethënë që është kemi thyer një tabu se diku para disa vitesh nuk ekzistonte, domethënë në sportet. Ishte pamundur ta mendoje eksakt kështu, që të kishte në sportet luftarake, për shembull si punë boksit apo kickboxit apo sportet luftarake që kishte pjesë vajzat, po sot jemi para faktit që kemi pjesëmarrje shumë të mirë edhe të vajzave në kickbox. Ka sot më shumë vajza se sa djem. Shiko, po kemi arritur deri aty, falë punës së mirë që jemi në nivel pothuajse të barabartë, do arrijmë të barazojmë edhe sportin e kickboxit, domethënë të jenë barabartë edhe meshkujt edhe vajzat. Të pyeta në momentin e bukur i 2025-s, ma përmende ndeshja më e bukur e 2025-s ose ndoshta edhe më e vështira e këtij viti? Ndeshja më e vështirë edhe më e bukur ka qenë në muajin tetor në Zvicër, Edi Shehe, ku një kundërshtar shumë të fortë. Madje më shumë përpara sa ndeshje kemi patur edhe këto diskutimet se si do ndeshej, se si do bënte, se si do vepronte. Për fatin e mirë, edhe atje ishte për titull kampion, për të mbrojtur titull kampion e botës në 72.5 kg. Por ka shkuar çdo gjë sipas planit, ndeshja është realizuar siç duhej dhe në raundin e dytë ka bërë një knockout fantastik, domethënë që ngelet edhe dita ditës po merr akoma më shumë views, domethënë ishte një nga ndeshjet më të bukura që ishte realizuar në 2025-ën. Mos gaboj, ju jeni edhe presidenti i Federatës Shqiptare të kickboxit. Më sollet ato që Vlora është duke evoluar dhe ka gjithmonë edhe më tepër interesim për të bërë pjesë e këtij sporti. Nëse referohemi Shqipërisë, jemi në rrugën e duhur, falë punës të gjithë trajnerëve, falë punës të gjithë sportistëve, falë dëshirës të tyre, sepse dua të theksoj këtu që Federata Shqiptare është themeluar në vitin 2013 dhe që nga ai vit e deri më sot nuk ka marrur asnjë cent mbështetje, po pavarësisht saj ne nuk kemi ndaluar kurrë së punuari, siç e thash falë mbështetjes dhe punës të gjithë trajnerëve, gjithë sportistëve, gjithë prindërve që duan këtë sport. Kemi vazhdojmë edhe akoma në vitet e ardhshme do bëhemi më të fortë dhe më të mirë akoma. Ju sot drejtoni një ekip i cili më thatë që ka arritur rezultate shumë të mira dhe padyshim që ato janë të prekshme. Alban, çfarë presim në 2026? Për mendimin tim, qëllimi im do të thoja është masivizimi i sportit akoma më shumë. Nëse ne realizojmë, do të thënë, apo arrijmë që palestra të jetë plot me fëmijë, të jetë plot me vajza, me të rritur, qëllimi është realizuar. Por pavarësisht këtyre aktivitetet nuk ngelen pas, ne kemi filluar punë që tani më në 2026 në kampionati botror që do bëhet në Dubai. Dhe kemi marrë masa, domethënë që për punën e stërvitjes, që për punën e mbledhjeve të fondeve, është një kampionat botror që ka rëndësi të veçantë dhe duhet përfaqësuar me dinjitet ashtu siç kemi bërë çdo vit. Kjo është më e rëndësishmja, besoj unë. Pastaj vitet tjera, domethënë siç është Kupa e Shqipërisë, është kampionati shqiptar i kickboxit dhe gjitha aktivitetet domethënë që kemi bërë çdo vit për ta promovuar dhe për ta
Kur pyeta për 2025, më përmend një sër aktivitete të cilat janë zhvilluar dhe që u përmbyllën në muajin dhjetor në Vlorë dhe padyshim nuk mund të mëllonte në Vlorë. Kemi nëse mund të themi një agjendë të 2026 ose më përmend kampionatin botror në Dubai apo te Kupën e Shqipërisë apo te kampionati. Ka dhe tjerë aktivitete para shkollës. Po ka shumë aktivitete. Brenda apo dhe jashtë vendit? Po, duke filluar që nga muaji janar, në fund të janarit, mos gaboj 24-25 janar do jemi në Athinë një kampionat European Open. Duke vazhduar më mbas në datën 28 shkurt jemi në Zvicër me 3 sportistë. Gjithashtu në datën 1 mars, një ditë më mbas, do ndahemi këtë herë, disa sportistë do shkojnë në Itali në një kompeticion që na kanë ftuar atje, disa do jenë në Zvicër. Edhe kështu duke vazhduar me radhë, sipas programit do jenë 2 aktivitete open të organizuar nga Federata Shqiptare e Kickboxit. Më mbas kampionati shqiptar, më afro ose më mbas do të jetë Kupa e Republikës. Dhe si çdo vit në Vlorë do jetë kampionati që kemi bërë edhe vitin e kaluar në Qershor, një turne ballkanik, siç e kemi bërë edhe vitin e kaluar, ku ekipi më i mirë që merr më shumë fitore do të marrë dhe trofeun e 1000 euro, siç e kemi bërë çdo vit. Këto janë besoj më kryesorët, edhe kampionati botror kuptohet që do jetë çik vështirë këtë vit sepse është në muajin gusht në Dubai edhe duhet marrë masa të mirë qoftë nga stërvitja, qoftë nga puna e përgatitjes nga kompeticion me një numër të madh sportistë. Nëse marrëm parasysh nga viti i shkuar që u bën në Rodos, ky vit që u bën në Gjermani ku arriti numri i pjesëmarrësve në 2500, besoj se dhe vitin e ardhshëm aty do jetë, aty pritet numri pak më lart, pak më poshtë besoj. Por gjithsesi rëndësia ngelet e veçantë e këtij aktiviteti. Të thash, sot është nata e fundit e 2025-s, ne të morëm çik kohë nga familja, por ke vendosur ta festosh diku tjetër sot? Jo, këtu në shtëpinë time do ta festoj me familjen time, kuptohet. Vetes tradicional? Një tradicional, po si gjithmonë. E kam festuar që nga 2001 që mos gaboj, nuk kam uvuar kurrë domethënë nga shtëpia ime pranë prindërve të mi, atëherë kam jetuar në Greqi, po 2 vitet e para nuk erdha parasysh se s'kisha dokumenta, pastaj më mbas i bëra dokumentat dhe çdo vit e bëja me familjen time. Albani, je tradicional i gjërave tradicionale besnik, i gjërave tradicionale shqiptare? Po, besnik i gjërave tradicionale, sepse ti e di shumë mirë që unë kam lëviz jashtë masë shumë për arsye të sportit, por kur nuk kam preferuar domethënë që të iki nga shtëpia ime, nga familja ime, dhe ta festoj diku tjetër, kështu që do ta festoj në shtëpinë time. Në fund dua një urimin tuaj pa dorashka për 2026. Uroj të gjithë shqiptarëve kudo që ndodhen të kenë shëndet, paqe, dashuri dhe një vit 2026 të jetë sa më i mirë dhe sa më i begat për ta. Edhe ne të urojmë gëzuar 2026, sa më shumë suksese në sportin e kickboxit, sa më shumë trofe dhe sa më shumë sportistë elitar, por pse jo edhe sa më shumë pjesëmarrës në këtë sport. Faleminderit gëzuar. Faleminderit gëzuar. Me të tjerë sportistë në maratonën e Blue Fest. Do të jemi vetëm pas pak. Sërish bashkë.